Aktori i njohur dhe kandidati për Bashkinë e Tiranës, Florian Binaj, ka ndarë me ndjekësit e tij një mesazh të ndjerë me rastin e 40 vjetorit të lindjes. Në një postim të gjatë në rrjetet sociale, Binaj ka reflektuar mbi rrugtimin e tij jetësor dhe profesional, duke falendëruar të gjithë ata që kanë qenë pjesë e udhëtimit të tij, nga lagja e fëmijërisë në Allias te shkolla, televizioni dhe familja. Unë nuk do t'isha ky që jam pa çdo dhëtar të jetës time, shkruan ai, duke përmendur me mirënjohje etapat e rëndësishme si liceu artistik, Akademia e Arteve, provojë në radio dhe televizion. Ai nderon figurat që e kanë frymëzuar në art, si Koço Devole, Zev Deda dhe Gzim Kruja, ndërsa shton se edhe ata që e kanë sfiduar i kanë dhënë forcë. Fal tyre zbulova sa i fort jam. Në fund, Binaj i vlerëson në rolin e familjes, bashkëshortes dhe prindërve të tij. Faleminderit që më keni bërë ky që jam. Ju dua shumë. I njohur prej më shumë se 20 vitesh në skenën shqiptare të humorit, Florian Binaj është sot një nga figurat më të njohura publike dhe njëkohësisht kandidat për kryetar bashkie në Tiranë me mbështetjen e opozitës.